Drejtues të institucioneve lokale dhe operator turistik u mblodhën në Shkodër për të analizuar sfidat dhe problematikat që has turizmi. Kryetari i qarkut Shkodër Edmond Ndou theksoi se turizmi mbetet një nga sektorët më të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik, por rritja e shifrave sipas tij nuk duhet të jetë barometri vetëm matës. Ne besojmë se zhvillimi i turizmit kërkon bashkëpunim të vazhdueshëm midis të gjitha bashkive të qarkut tonë, institucioneve shtetërore, sektorit privat, universitetit, organizatave si dhe komunitetit. Operatorët turistik dhe specialistët e sektorit ngritën shqetësimet e tyre lidhur me problematikat që vazhdojnë të ndikojnë në zhvillimin e turizmit, nga pastrimi i mbetjeve tek shtigjet në male. Mbajtja pastër e territorit, kemi shumë monumente kulture afër fshatrave, afër vendbanimeve që kanë pak problematik me evadimin edhe të mbetjeve. A mune na si qark, si bashki, të sigurojmë një taks për me stimulu këto vende që janë shumë interesante për zhvillimin e turizmit, sidomos të agroturizmit. Pjesa rrugëve të shtizëve të kena shumë cop-cop, pa pastrume, ura, sinjalistika, tabele për shembull me orientu turista se kështu janë të ndodhe dhe fatkeqësi. Lidhe me transportin ujor, unë vetë bashkë me një firmë tjetër kam aplikuar qysh në prill për me marrë licencë për me lundru në liçenin e Shkodrës, edhe më besoni që akoma nuk e kena marrë. Kush hum shteti çdo ditë për burokraci, domethënë që mundet krejt kollaj me tallon drejtën ose më të thanë nuk bëhet. Aktorëve vendor dhe vetur operatorëve ju lanë detyra që të marrin masa për të ndërhyrë aty ku ka problematika të evidentuara dhe të rritet bashkëpunimi për të garantuar një sezon sa më të mbar.